Horoskopi ditor e shtunë 18 prill 2026. Dashi. Ndjenja juaj e qëllimit personal mund të forcohet nëpërmjet mbështetjes dhe mbështetjes së dikujt të rëndësishëm për ju, të dashur dash. Mund të shfaqet mundësia për të kuptuar më tej veten, të tjerët dhe situatën tuaj. Dikush ose një grup mund të jetë speranca juaj emocionale tani. Tranzitet e Mërkurit mund të sjellin një copë të humbur të një enigme, në aspektin informativ që ndihmon në vendimmarrje dhe qartësinë e përgjithshme. Është një ide e mirë të dëgjoni me vëmendje dhe të jeni të ndershëm me veten. Mund të krijoni një lidhje të habitshme ose të përjetoni ndjenja më të thella ndaj dikujt tani. Mund të ketë ide veçanërisht krijuese për plane dhe strategji afatgjata. Në fakt, mund të punoni diçka me një mik ose të zgjidhni një problem bezdisës. Demi. Tranzitet e sotme ju ndihmojnë të gjeni projektin ose ndjekjen e përsosur për të derdhur energjitë tuaja, i dashur dem, dhe ndiheni më të drejtuar. Është një kohë për të fituar një pasqyrë të vlefshme se çfarë duhet të eliminoni në jetën tuaj për t'ju ndihmuar të ecni përpara. Për fat të mirë, keni më shumë bindje për idetë dhe perceptimet tuaja tani. Informacioni që vjen mund të jetë i dobishëm dhe ndoshta pastrues dhe shërues. Është një kohë e mirë për të komunikuar idetë tuaja në mënyrë bindëse ose për të hulumtuar një çështje pak më tërësisht. Ndikimet e sotme ju ndihmojnë të ngadalsoni dhe të shihni vlerën e strategjisë. Është një kohë për të kontrolluar punën ose redaktimin tuaj dhe mund të shijoni shumë mirë një pushim në këtë mënyrë. Instinktet janë të forta se një ndryshim është ose i afërt ose i nevojshëm, dhe ju do të preferoni të ishit ai që e kontrollon këtë. Mund të jeni duke marrë në konsiderat mënyra për të ndryshuar imazhin tuaj në një nivel profesional. Binjakët. Me tranzitet e Mërkurit të sotëm, ju e shihni vlerën e nxjerrjes së përfundimeve ngadalë ose të ecjes përpara në jetë më me qëllim dhe qetësi, të dashur binjak. Diçka e fshehur më parë mund të dalë në pa tani, dhe kjo është ndriçuese. Të tjerët ju besojnë informacion konfidencial. Komunikimet, veçanërisht me miq, janë të thella dhe shpërblyese. Kjo energji mund të luajë në vend të kësaj me mendimet dhe meditimet tuaja, të cilat po ju çojnë në vende emocionuese. Është një kohë e mirë për të zbuluar shtresa të reja të një situate ose për t'u angazhuar në një diskutim veçanërisht tërheqës. Të kultivoni një qëllim ose plan afatgjatë, të mendoni në terma të gjerë dhe të ndjeni një ndjenjë më të fortë qëllimi, ndoshta përmes një programi mësimor ose lidhjeje, mund të jenë tema. Ka më shumë intensitet në marrëdhëniet tuaja sot, dhe kjo mund të jetë një energji krijuese dhe pozitive. Gaforja. Me tranzitet e Mërkurit sot, i dashur gafore, ju i përdorni burimet tuaja me inteligjencë. Mund t'i shihni çështjet private në një nivel krejt të ri, ndoshta duke gjetur një hapje ku mendonit se kishte një rrugë pa krye. Është një kohë e mirë për të zhvilluar strategji, për të bërë plane dhe për të gërmuar thellë në një çështje për të mësuar më shumë rreth saj. Sot gjithçka ka të bëjë me detajet. Ato nuk janë vetëm interesante, por edhe të vlefshme. Mund të jetë një kohë për të zbuluar fakte të rëndësishme që i keni anashkaluar në të kaluarën. Jeni më të vetëdijshëm dhe të intriguar nga territore të paeksploruara. Energjitë janë të forta për të përqendruar në fushat problematike, të cilat mund të tregojnë për përparim të konsiderueshëm me projekte dhe madje edhe marrëdhënie të ngushta. Ato janë gjithashtu të mira për planifikimin financiar dhe vendosjen e qëllimeve. Ekziston një tendencë për të qëndruar ose për të vepruar në sfond, por ju mbani shumë pushtet në këtë pozicion. Në fakt, aftësitë tuaja vëzhguese janë të jashtëzakonshme tani. Luani. Me tranzitin e Mërkurit të sotëm të Luani, i dashur, je në gjendjen e duhur mendore për të vendosur qëllime, rregulla dhe kufizime, si dhe për të fituar njohuri të reja mbi njerëz të veçantë në jetën tënde. Bisedat mund të jenë shumë ndriçuese, veçanërisht ato që trajtojnë shqetësime filozofike dhe të ardhmen. Ke pak më shumë guxim për t'u përballur dhe për të pranuar të vërtetën, dhe je gati ta përqafosh atë. Je i përqendruar në atë që është thelbësore, dhe ke shumë më pak shqetësim për ekstrat, duke e bërë këtë një kohë të shkëlqyer për punë kuptimplote. Mund të ndihesh vërtet i lidhur me veten si në mënyra pozitive ashtu edhe në ato negative, por edhe një ditë kur një zgjidhje për fushat problematike mund të jetë në horizon. Madje mund të shohësh se sfidat me të cilat përballesh me të tjerët çojnë në kontaktin me potencialin tënd. Virgjëresha. Të organizohesh dhe të mësosh gjëra të reja mund të jenë në fokus dhe të suksesshme sot, virgjëresh e dashur.
Nëse e kuptoni genialitetin e tranziteve të Mërkurit të sotëm, ka të ngjarë të shihni një shtresë të re në një situatë dhe të ndiheni më mirë për të. Përpjekjet për të arritur qëllimet tuaja të shëndetit dhe fitnessit lullëzojnë, ashtu si edhe hetimet ose kërkimet. Mund të ndodhin biseda të rëndësishme dhe të ndihmojnë në sqarimin e një çështjeje ose të përqendroheni në vendosjen e qëllimeve për të ardhmen. Çelësi duket të jetë durimi. Mund të ndiheni më të apasionuar pas programeve të shëndetit dhe mirëqenies dhe mund të gjeni shumë arsye për ta dashur jetën tani. Pjesa më e madhe e kësaj sillet rreth një dëshire për ta eksploruar ose hulumtuar atë më thellë, për të çliruar nga zakonet negative dhe për të kujdesur dhe për të transformuar shëndetin tuaj. Peshorja. Hëna e kalon ditën në shtëpinë tuaj të 8 diellore, peshore e dashur, dhe ju jeni gati të zhyteni në diçka thelbësore. Me aspektet e Mërkurit të sotëm, ndiheni të motivuar butësisht për të përmirësuar jetën tuaj dhe kjo ndihet mjaft mirë. Mund të jeni mjaft të vendosur të gërmoni pak më thellë në një temë. Mund të jetë shumë mirë një kohë e mirë për çështje romantike ose marrëdhënie me fëmijë. Ju përfitoni nga aktivitete të përbashkëta ose biseda rreth një problemi të gjallë. Është gjithashtu një kohë e mirë për projekte krijuese, rekreacion dhe hobi, për të cilat jeni jashtëzakonisht të motivuar dhe të përqendruar. Bashkëpunimi është shumë i favorizuar sot. Mund të vendosni të vini në rregull punët tuaja ose të vendosni qëllime për çështje romantike dhe krijuese. Ndershmëria me veten është e rëndësishme tani dhe mund të përjetoni një moment të së vërtetës, si dhe motivim për të hequr dorë nga një zakon i keq dhe për të jetuar një jetë më të lirë dhe më të gëzueshme si rezultat. Akrepi. Të punosh me shtëpinë, shëndetin ose jetën personale mund të jetë në mendjen tënde tani, i dashur akrep, dhe kjo mund të përfshijë heqjen dorë nga gjërat që nuk të nevojiten më. Për fat të mirë, është më e lehtë se zakonisht të shohësh se çfarë mund të bëhet në emër të progresit me tranzitet e Mërkurit të sotëm. Gjithashtu mund të ndihesh veçanërisht i motivuar për të punuar shumë për të rritur nivelin e familjes, shtëpisë ose rehatisë, si dhe aftësinë tënde për të rikrijuar mjedisin tënd të jetesës në shtëpi. Në një nivel tjetër, mund të jesh duke punuar mbi një problem emocional dhe duke identifikuar se cilat qëndrime ose preokupime po të pengojnë të kapërcësh një pengesë. Është një ditë e shkëlqyer për të organizuar dhe për të parë thellë brenda lidhjeve të tua për të bërë ndryshime të rëndësishme, për të rritur dhe për të përmirësuar. Shigjetari. Energjitë e ditës janë të mira për të bërë përparim të vërtet në një projekt për të cilin keni pasion, i dashur shigjetar, ose për çdo gjë që kërkon bindje. Të qenit këmbëngulës mund të jetë mirë, por të qenit këmbëngulës mund të jetë shumë. Për fat të mirë, duket se instinktivisht e dini se ku të vendosni vjen tani. Nuk keni frikë të futeni në territor të pakëndshëm dhe jeni të gatshëm të bëni përpjekje shtesë aty ku duhet. Është një kohë e shkëlqyer për të fituar një avantazh në nivelin e mendjes, kryesisht pasi tani e shihni se çfarë ju ka penguar. Jeni në një pozicion të shkëlqyer për të përcjellë mesazhin tuaj dhe për të fituar një audiencë të hapur nëse dëshironi. Përpjekjet për komunikim dhe mësim ka të ngjarë të jenë më të suksesshme tani. Bricjapi. Me tranzitet e Mërkurit të sotëm, mund të keni mendime, biseda ose meditime ndriçuese, veçanërisht me ose rreth të dashurve, i dashur bricjap. Është një kohë për të përmirësuar jetën tuaj në shtëpi me një përmirësim praktik ose një artikull që e bën jetën tuaj pak më të mirë. Ju jeni të mbret në lidhje me situatën tuaj financiare dhe jashtëzakonisht të shkafët. Jeni gjithashtu gati të lexoni midis rreshtave, të zbuloni të vërtetat të fshehura dhe të arrini në thelbin e një problemi. Është një kohë e fuqishme për të parashikuar mënyra për të nxjerrë më të mirën ose maksimumin nga një situatë. Jeni të motivuar fuqimisht për të gjetur mënyra për të zhvilluar talentet, biznesin dhe burimet tuaja. Jeni të gatshëm dhe të interesuar. Mund të jeni të motivuar për të përmirësuar për shkak të një situate fillimisht të pakëndshme, siç është një ndjenjë xhelozie ose një ndjenjë mungese. Përdoreni sot për të zhvilluar strategji që do t'ju sjellin dobi në planin afatgjallë. Ujori. Ndjenjat mund të jenë intensive dhe pasionante, dhe kjo mund t'ju motivojë të bëni ndryshime sot, i dashur ujor. Një bisedë e mirë ose një lajm i vogël mund të jetë pjesë e kësaj. Ndërsa mund të shkoni mjaft mirë me të tjerët sot, mund të gjeni kënaqësinë më të madhe duke vendosur ritmin tuaj. Tranzitet e Mërkurit të sotëm ndihmojnë në krijimin e një ritmi të qëllimshëm dhe të rehatshëm. Bisedat mund t'ju çojnë në ujëra të thella.
Informacioni që merrni mund t'ju hap rrugë për mënyra të reja për të parë gjërat dhe në një mënyrë shumë pozitive. Jeni të hapur për të ndryshuar zakonet tuaja nëse kjo do të thotë të bëni përmirësime. Mund të keni mundësinë të sqaroni veten me dikë, gjë që ndihet mirë. Është gjithashtu një kohë e mirë për të marrë iniciativën me idetë dhe planet tuaja. Peshqit. Me tranzitet e Mërkurit të sotëm, mund të ndjeni një dëshirë të fortë për të rregulluar gjërat, për të organizuar dhe për të kujdesur për biznesin, të dashur peshq. Po fitoni një ndjenjë të qartë për atë që duhet të ndryshoni, të hiqni qafe ose të përshtateni për të ecur përpara. Po kërkoni me padurim të arrini të e vërteta ose zemra e një situate dhe, si rezultat, mund të mos keni shumë durim për biseda të kota ose sipërfaqësore për momentin. Është një kohë e shkëlqyer për të bërë plane, për të zhvilluar strategji ose orare dhe për të hulumtuar ose hetuar mundësitë tuaja. Këto energji kanë të bëjnë me ndërtimin e forcës suaj mendore dhe një mendësie pozitive dhe të durueshme. Mund të ketë një farë intensiteti, ndoshta që sillet rreth një çështjeje sekrete ose private, dhe energji të fortë për zgjidhjen e problemeve. Një nxitje financiare ose një ide e mirë mund të jetë gjithashtu në qendër të vëmendjes sot. Nëse ju pëlqeu kjo video mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë, për ne është një ndihmë e madhe.